Bora e parë sot zbardhi Shkupin, ku qyteti u zgjua me një pamje mahnitse. Ndërkaq, Bora ka mbuluar edhe rrugët, ku në këtë mënyrë ka ngadalësuar komunikacionin dhe për këtë arsye, ekipet komunale janë në teren për të marrë masa. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë drejtuesve të makinave për kujdes të shtuar, ndërsa ju kujtojmë që të ecni me kujdes që hapat tuaj të përfundojnë në shtëpi dhe jo në urgjencë. Ndërkaq, me rënjen e Borës së parë, nga Ministria e Transportit informojnë se të gjitha rrugët shtetërore janë të kalueshme dhe të sigurta për trafik. Ata thonë se trafiku po rrjedh pa probleme, por për shkak të rreshjeve të Borës, rekomandohet drejtim i kujdesshëm. Ata informuan se në bashkëpunim me NP për rrugët shtetërore dhe Ministrinë e Transportit, po kryhen aktivitete të koordinuara për të siguruar rrjedhë të qetë dhe të sigurt në trafik. Përveç menaxhimit kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm të automjeteve, rekomandohet përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve dimërore, respektimi i sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe shpejtësia rregulluar sipas kushteve të rrugëve. Edhe nga qyteti i Shkupit, thonë se po marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar rrjedhë të sigurt dhe të pandërprerë të trafikut. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, deklaroi se siguria e qytetarëve është përparësia e tyre. Bora nuk është surprizë në dimër, përgatitja është detyrimi ynë. Ekipet e qytetit të Shkupit kanë qenë në terren që nga orët e para të mëngjesit dhe po punojnë intensivisht për pastrimin e Borës nga rrugët dhe bulevardet në jurisdiksionin e qytetit. Nga ana tjetër, LSDM kundërshton ashpër duke thënë se institucionet nuk po funksionojnë. Fotot nga shembja në Shkup dhe gjithkahën në vend tregojnë se trafiku është i pasigurt. Qytetarët kanë mbetur vetëm, por kryetarët e komunave dhe zyrtarët e VMRO-s po fërkojnë duart. Tenderët për pastrimin e Borës janë një nga të preferuarit e VMRO-s. Mëtej, ata shtojnë duke thënë se është e vështirë të gjesh krip, kështu që ata mbeten të numërojnë parat që vodhen nga qytetarët.